Sa jemi në këtë dynja, duhet që të përpiqemi dhe të kërkojmë Allahut lartësuar qëndrueshmëri. Profeti alayhis salam vazhdimisht e luste Zotin e gjatësisë për qëndrueshmëri. Ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O rrotulluesi i zemrave, bëje zemrën time të qëndrueshme në fenë tënde. Ne në çdo namaz e lusim Allahun e lartësuar, pra në çdo rekat për udhëzim në rrugë të drejtë. Hoxhë nderuar, ku qëndron urtësia pra e kësaj lutje në çdo rekat? Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimi takon Allahut të lartësuar. Lavdrimet, bekimet dhe paqja qofshin mbi të dërguarin e Allahut Muhammedin, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ecin në rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Njeriu ka nevojë jo vetëm për udhëzim të përgjithshëm në fe, të cilin ne si musliman e kemi, por ka nevojë dhe për udhëzim të detajuar, që të kuptoj çështjet e fesë hollësisht, të njohë ç'është e drejtë dhe çfarë nuk është e drejtë, çfarë është e vërtetë dhe çfarë nuk është e vërtetë, çfarë i përket fesë dhe çfarë nuk i përket asaj. Të gjithashtu ka nevojë dhe për ndihmë për zbatimin e detyrave dhe largimin nga gjunahet, për zbatimin e çështjeve të fesë. Pra në çdo çështje ne kemi nevojë që Allahu i lartësuar të na ndihmojë, të na bëjë mbar që të kryejmë ato që duhet të bëhet dhe të largohemi nga gjunahet. Gjithashtu ne kemi nevojë që Allahu i lartësuar të na shtojë udhëzimin, të na shtojë diturinë. Kemi nevojë që Allahu i lartësuar të na bëjë të qëndrueshëm në fe, të na mbajë në këtë fe derisa të na gjejë vdekja. Pra duke marrë parasysh gjithë këto aspekte, ne kuptojmë se kemi nevojë të madhe për udhëzim, që Allahu i lartësuar të na tregojë të vërtetën në mënyrë detajuar. Çdo çështje dallojmë të vërtetën nga e pavërteta. Që Allahu i lartësuar të na bëjë mbar, të zbatojmë detyrat për çdo vepër të mirë që vekryen. Ke nevojë për ndihmë të veçantë nga Allahu, se nëse nuk të ndihmon Allahu nuk e kryen dot veprën e mirë. Nëse s'ta bën mbar Allahu se kryen dot. Duhet ta dimë që udhëzimi që ne kemi është krejtësisht mirësi nga Allahu. Allahu na ndihmon. Dhe gjithashtu dhe hyrja në xhenet është mirësi nga Allahu i lartësuar. Prandaj ne kemi nevojë të madhe për udhëzim dhe në çdo namaz ne i lutemi Allah, në çdo rekat të namazit i lutemi Allahut subhanahu wa taala për udhëzim. Ihdina siratal mustaqim, udhëzon në rrugën e drejtë. Edhe profeti ynë sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe ka përmendur çështjen e udhëzimit, lutje për udhëzim. Allahumma inni es'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. O Allah, unë të lutem ty për udhëzim. Edhe lutja për qëndrueshmërinë e fe përfshihet këtu, pra tek udhëzimi. O Allah, na udhëzo, pra ndër të tjera, na bëj të qëndrueshëm në fe, që të vazhdojmë në këtë fe madhështore, ta kemi këtë mirësi derisa të na vi vdekja, pasi ka njerëz Zoti na ruajt, që devijojnë nga e vërteta, zemrat janë dorë të Allahut. Allahu i lartësuar rrotullon zemrat, ai udhëzon këtë doj dhe ai e çon në rrugë gabuar këtë doj. E ka përmendur këtë fakt Allahu i lartësuar në Kur'an, yudhillu men yasha wa yahdi men yasha. Gjithashtu edhe profeti sallallahu alaihi wasallam në hyrjet e hutbeve të tij, në hyrjen e hutbes së tij sallallahu alaihi wasallam, e thoshte që kë udhëzon Allahu i lartësuar në rrugën e drejtë, nuk ka kush që mund ta çojë në rrugë të gabuar, dhe kë lë Allahu i lartësuar në rrugë gabuar, nuk ka kush që mund ta udhëzojë në rrugën e drejtë, pra udhëzimi në dorë të Allahut. Ndaj ne kemi nevojë të madhe që t'i lutemi Allahut subhanahu wa taala për udhëzim. Edhe këtu kuptojmë dhe rëndësinë e çështjes. Me rëndësi të madhe që njeriu të jetë i udhëzuar, njeriu të njohë të vërtetën në mënyrë detajuar, që njeriu të ketë qëndrueshmëri në fe, se ka njerëz që nuk e kanë këtë shqetësim. Po, domethënë ngjarjet
bëjnë që të zgjohet njeriu dhe të kuptojnë dhe ngjarjet që ndodhin padyshim janë në të mirën e muslimanëve, do të mirën Allahu i lartësuar për muslimanët. Allahu i lartësuar largon njerëzit e këqij, por nga ana tjetër Allahu subhanahu wa taala i zgjon njerëzit e mirë, u tërheq vëmendjen atyre mbi delikatesën e çështjes, rrezikshmërinë e problemit. Duhet që njeriu të ketë shqetësim, që të jetë gjithmonë rrugën e drejtë, të ketë qëndrueshmëri në fe, se çështja është se si do ta kemi përfundimin. Nëse njeriu përfundon të mirë, ka më qenë për banorëve të xhenetit, e nëse përfundon keq, ka më qenë për banorëve të zjarrit të xhehenemit. Allahu i lartësuar na ruajt.